Mirë, kthehemi në studio, të flasim tani për zhvillimet politike, por dhe situatën e krijuar nga rreshtet në termat e menaxhimit. Unë kam lidhje të drejtë për të diskutuar Tedi Koplikun nga departamenti Brejngej në PD, gjithashtu ish kandidat në zgjedhje për qarkun e Shkodrës. Tedi, shumë faleminderit që e me ne. Nuk e dëgjoj Tedi, nëse është për fajin tonë o mikrofonin e tij, presim vetëm pak çaste sapo të jetë në rregull lidhja direkte, do diskutojmë për zhvillimet politike, por gjithashtu edhe çështjen e përmbytjeve në disa zona që ka krijuar dhe një debat, një po them përplasje e mbartur në politikën shqiptare, nëse kujtojmë gjendjen e krijuar në 2012-ën, por edhe kritikat e vazhdueshme her pas here në termat menaxheriale të burimeve ujore dhe gjithashtu atë që nuk parashikohet dot rreshtet e shiut. Tedi, shumë faleminderit, shpresoj të dëgjohemi. Përshëndetje, nuk e di në dëgjojmë, po unë dëgjoj shumë mirë. Tani jemi në rregull. Ted, po nis me rreshtet, meqense është disime emergjente, të dhënat zyrtare tregojnë për mbërritjen në limit të hidrocentraleve në Koman, në Vaun e Dejës dhe gjithashtu në Fierz. Beson se jemi ende përpara një momenti të rrezikshëm, çfarë po ndodh? Po, unë mendoj që duhet shpallë gjendja e jashtëzakonshme, gjithë zona përreth Shkodrës është në ujë dhe e di çka ka lidhje. Ne jemi okay, të dëgjojmë. Nuk e di në dëgjoni, mos ka i problem son. Të dëgjojmë, Ted. Mirë, gjithë thotë nëse jemi në rregull apo nëse duhet të presim vetëm pak çaste sapo gjendja të jetë e optimizuar në termat e lidhjes së internetit, por siç thash debati ka qenë i konsiderueshëm, dëmet kanë qenë të pranishme, le të urojmë që nuk do të shkohet drejt përshkallëzimit të situatës, por nivelet tregojnë që situata e rrezikshme ende nuk ka kaluar. Po Ted, shpresoj të jetë e treta e vërteta dhe të jemi. Jo, kërkoj njës, nuk e di. Pa problem. Thej që duhet shpallur gjendja e jashtëzakonshme. Po, patjetër. Domethënë, në vitet e më përparshme ka ndodhur vetëm një herë në 2010 dhe ka qenë shumë më pak dramatike se sa sot, dhe është shpallur më një herë gjendja e jashtëzakonshme. Kjo patjetër shmanget edhe për çështje financiare, pra sepse nëse shpallet gjendja e jashtëzakonshme, marr përgjegjësi shteti për gjendjen, nëse jo i lehet qytetarit ose bashkive të zonave përreth. U interesova pak për se të visha këtu edhe në diskutim me banorët e zonave. Kjo që ka ndodhur sot nuk është se ka ndodhur rastisht. Pikë parit në muajin dhjetor kishte mujt shumë mirë, pra kaskada e Drinit dhe lirimi i portave për uljen e nivelit kishte mujt më bërë shumë më përpara me paranalu katastrofen, pa fol edhe për pastrimin e kanaleve shkarkuese, të cilat po shkaktojnë për çdo vit të njëjtën situatë në zonën e Nën Shkodrës. Po të njehum atë narrativin e zotit Rama, imagjinoni se do të kishte kanë situatën nëse do të ishte pezullu ministra përgjegjëse për këtë situatë, pra sepse fal zotit e kena në detyrë dhe kishte mujt me kanë me siguri ndoshta më keq situata, por kjo gjendje pra vjen e para si mungesë përgjegjëshmërie, mungesë profesionalizmit, por edhe dëshira për me majt pra në këto, sepse liçeni i Shkodrës ose zona përreth është ujmajtësi më i madh në Ballkan. Dhe kjo përdoret për shit energji, pa marrë parasysh gjendjen ose rrezikun që kjo shfaq për banorët rreth rrotull. Dhe për këto arsye sot kena një gjendje katastrofike dhe shteti nuk është pothuajse hiç prezant në zonën e përmytjeve. Daktarisht, ka probleme apo frika është për orët në vijim? Jo, patjetër, zona e Moriqanit, zona e Trushit, e Bërticës, gjitha këto janë banesat, gjaja gjallë janë në ujë. Pra, gjendja mund të përkeqësohet patjetër, sepse zona, po themi, niveli i bundës është rrit edhe shumë, por edhe për shkak të shkarkimeve të portave, ne kena një gjendje shumë të vështirë pra në zonën përreth. Ted, kryeministri është përpjekur, thotë që kjo nuk është një çështje politike, dhe pse me një situatë ngjashme, që përmendet ti mbi një dekadë gjysmë më parë,
debatet ishin goxha të forta dhe ky ndoshta është dhe një leksion për politikën në tërësi që të ketë, po themi, një interes qytetar primar dhe të shihem, po themi, elementet. Por gjithsesi, kjo nuk e shkarkon qeverinë nga përgjegjësia. Kësaj si duhet parë situata objektivisht. Para punës, pra siç e thash edhe një herë, duhet mu shpall gjendja e jashtëzakonshme, gjë që po shtyhet, që nuk e kuptoj pse. Pra përveç Shkodrës është edhe Durrësi, Lezhë, e para. E dyta, patjetër që sa tash momenti mu përqendru dhe edhe opozita po e bën atë, pra përfaqësuesit e Partisë Demokratike kanë shkuar në zonat përreth, për aq sa mund bëjnë, pra për me ndihmu më tepër hallet se sa me lënë zgjidhje, dhe llogarilënia duhet vinë më pas. Por gjithsesi duhet ngrit alarmi, pra për një lloj papërgjegjshmërie se si po trajtohet situata e përmytjeve dhe gjendjes që është e jashtëzakonshme në gjithë Shqipërinë tashmë. Flasim dhe për politikën. Situata mbetet goxha e polarizuar mes kampeve. Kemi parë protesta përpara kryeministrisë foltore dhe element nga të ndryshmit. Majoranca dhe opozita po përplasen fort edhe për mandatin e Belinda Ballukut me opozitën që akuzon kryeministrin që po bën një mbrojtje nëpërmjet fuqisë parlamentare për të. Si e pret epilogun e kësaj çështje, pasi është padyshim momenti më i vështirë për qeverinë në 13 vite? Po të dyja palët janë krejtësisht koherente, pra. Njëna palë që vjedh dhe deri diku e ka kontrollu drejtsinë ose e ka marrë drejtsinë larg zyrës të kryeministrit, dhe për herë të parë, pra, po troket tek paradhoma e kryeministrit, sepse për herë të parë çështja Balluku e trajton për ndërhyrje në tendera, pra nuk merret me pasurimin ose me shpërndërimin e detyrës, por merret pikërisht me ndërhyrjen që shkon direkt tek Edi Rama. Dhe për herë të parë kemi një çështje që opozita ka kërkuar prej kohësh ndaj drejtësisë, pra një lloj presionit pozitiv që gjithë aktorët e shoqënisë shqiptare do duhet ja jepshin drejtësisë, sepse kishin gjithë bashkëpunëtorët e zotit Rama që ishin të përfshirë në korrupsione që nuk i kishin pa kur më përpara, dhe asnjëherë nuk shkohej tek pra arkitekti i kësaj skuadre të paktën. Dhe sot për herë të parë kjo po null, dhe përgjigjja e zotit Rama këtë herë është ndryshe për herëve të tjera, pra nëse më përpara thotë Nena noter të Spakut, sot po bën analizën teknike dhe po mshehet mes disa elementve teknik që as ato në vetvete nuk qëndrojnë, pra, sepse zoti Rama thot po presin vendimin e gjykatës kushtetuese për sa i përket pezullimit nga detyrat të ministres. Nga ana tjetër, nga Spaku është kërkuar heqja e mandatit, pra janë dy çështje krejtësisht ndryshme. Nuk merret parlamenti me analizën juridike të çështjes. Merret vetëm çështja e imunitetit, pra në kohën e zotit Berisha është dashur mu hek totalisht imuniteti, por është marrë vetëm një element, pra nëse gjyqi është politik, ndalohet heqja e imunitetit. Në qoftë se kjo nuk provohet, heqja bëhet më njëherë. Dhe zoti Rama po e man peng, pra çështjen e mandatit zonjës Balluku për me negociu situatën e tij që i ka dalë totalisht jashtë kontrollit bashkë me dosjen e Akshit edhe dosjen e zonjës Balluku. Ndërkohë opozita, si më thanë, po merr në thojza shpërblimin e denoncimeve që ka bërë prej 12 vitesh, sepse ne i dishim gjitha këto dhe shumë të tjera. Pra sot po provohet ajo që është bërtit me shumë zhurmë nga opozita, dhe shpesh na thoi edhe neve, mu personalisht kur ishin në studio, dhe thoshin, shikoni, gjeni një gjuhë më të butë, si më thënë, nuk mund të flitni me gjuhën e vjetër, pra nuk mund të thoni organizat kriminale, narkoshtet, kur në fakt është pikërisht kjo që po provohet, dhe tashimet shoqënisë shqiptare, pra, sepse opozita po e marrë një shpinë këtë luftë prej 12 vitesh me një narkoregjim në tëra dimensionet, dhe i me shoqënisë shqiptare mu bashku me opozitën. Mu bashku me opozitën dhe mi dhanë fund kësaj çmenërie kolektive që ka zgjatë jashtëzakonisht shumë. Domethënë, nuk është se është një surprizë të marrë parasysh që në 2013 erdhen me kriminal në pushtet, pra 19 kriminal janë nxjerrë vetëm nga ligji i dekriminalizimit, pa fol për ata që nuk kanë arritur mu identifiku, dhe është marrë me kriminal dhe doktrina e kësaj qeverisë ka qenë vjedhje dhe vetëm vjedhje. Edhe rasti i përmytjeve, pra, dhe çdo lloj katastrofet që kanë ndodhur në këto 12 vite provon gjithnjë më tepër atë që opozita ka denoncuar prej vitesh. Protestat kanë funksionuar,
ka përgjithsisht ndoshta dhe një lloj zhgënjimi tek një pjesë e demokratëve që thotë nuk mund të bëjmë xhiron bulevard. Po dhe nga tjetër opozita vihet në një presion të madh, thënë me fjalë popullore, ipse dvrava, zbritse dvrava. Pra, çfarë mund të bëjë opozita për kapitalizimin e kësaj situate? Shiko, opozita është, domethënë detyra kryesore e opozitës është me qartësu opinionin publik ku shkojnë fondet e shqiptarëve, si është duke u qeverisë vendi, pra me kanë oponencë e qeverisë. Dhe faktikisht Partia Demokratike është e vetmja parti politike ose i vetmi aktor në të spektrin, përfshi këto shoqërinë civile që sa ekziston sindikatat apo partitë e tjera politike, e cila mobilizon numër të madh njerëz. Megjithatë, xhiron bulevard nuk është xhiron bulevard, aty tregon mos dakordsinë me qeverisjen, pra partitë e djatha nuk marrin huje shkopie dhe nuk duhet me bë dhunë për me kanë legjitime protesta. Protesta duhet me pas qëndrueshmëri dhe në vitet e fundit protestat e opozit, pa çka se ka pas edhe një betejë artificiale të mbrëmshme, që ka zgjatë jashtëzakonisht shumë dhe ka marrë shumë energji Partisë Demokratike, megjithatë gjitha protestat e Partisë Demokratike kanë dhënë rezultat. Domethënë për aq sa ka pjesë Partia Demokratike ose opozita, pra një parti politike, sepse duhet bëjnë edhe drejtësia punën e vet, duhet përgjigjet edhe shoqënia, por protesta para bashkisë e arriti, po themi, kërkesën që kishte Partia Demokratike me arrestimin e zotit Veliaj. Protesta në rrugën e Shpresës e arriti qëllimin, pra u mor vula, u mor logoja Partisë Demokratike dhe u liru nga burgosja pa drejt lideri i opozitës. Dhe sot kërkesa është e qartë, pra qeveri teknike dhe rrëzimi i qeverisë Rama, që tashmë unë besoj që prej kohë shqiptarët e dinë, po thjesht niveli i skandaleve ka arrit në atë pikë dhe një farë mënyrë të ndryshimi i kursit politik edhe në Washington, që është e vërteta nikon sado, pra për trimërimin e SPAK-ut ose për ndryshimin e qasjes të SPAK-ut për sa i përket korrupsionit shtetar. Dhe unë kam shpresën e plot që ka menoll shumë shpejt, pra kalimin një qeveri teknike dhe mundësimi i zgjedhjeve të lira. Dhe shpresoj edhe hetimi i krimit elektoral që në ka pru këtu ku jena sot. Sepse Rama përshte edhe një fjali, përshte edhe një fjali, Rama e tuni para disa ditësh 84 mandatet tek SPAK-u dhe e bën me shumë drejt, sepse opozita këtë denoncon, pra si ka mundësi që për hek ato dy dosjet e Durrësit dhe Dibrës, po gjithë krimi elektoral që është bë edhe në çdo palë zgjedhje, SPAK-u nuk e ka hajtuar dhe sot me vjedhjet zgjedhura, me zgjedhjet vjedhuna, Rama i tun 84 mandatet SPAK-u që i vendosim ne këtu jo drejtësia. Ndërkohë, a është qeveria teknike strategjia e dur, e para dhe e dyta, çfarë do ta detyronte Ramën për qeveri teknike në kushtet kur e vetmja herë që lëshoi pe deri në lloj forme ishte 2017-a, kur pranoi një gjysmë qeveri teknike, ku në krye sigurisht qëndronte ai vetë. Në 2017 deri në momentin që u morë pra ajo gjysmë qeveria teknike që thoni ju, opozita e fitoi betejën e saj, pra e ulin tavolin zotin Rama, por me çka kanë ardhur mbrapa kuptoi që një farë mënyrë ajo u shit nga ish drejtuesi i Partisë Demokratike. Ajo që mund të arrihet, domethënë është detyrim për me pas zgjedhje të tjera mu dekriminalizu administrata shtetënore, sepse jo vetëm nga përgjimet, po edhe nga informacionet, por edhe nga eksperjenca si ish kandidat, administrata e shtetit është kthyr komplet një mjet politik i cili po nuk u çliru pra nga presioni, por edhe nga, si më thanë, patronazhimi, sistemi patronazhimi që e ka mërthy, ne nuk mundena me pas zgjedhje të tjera, sepse mund të ndryshohen disa ministra dhe vazhdon administrata. Pra për mendimin tënd duhet një kohë gjatë, të paktën 6 mujore e një qeverie teknike për me e dekriminalizu administratën e shtetit. Dhe kur tham dekriminalizu, kam fjalën për krimin elektoral, pa fol për krimet e tjera. Sepse e pam edhe me dosjen e Agasit, pra shteti drejtohet në përbodrume, nuk kena ma shtet të drejtuar nga institucionet. Shteti drejtohet nga persona, dhe me thanë në botën e ertë krimit, dhe nuk mundet me pas zgjedhje të lira nëse kjo nuk shkputet nga një qeveri teknike, nga një qeveri ose edhe nga një lloj kontrollit ndërkombëtar të situatës, sepse ka dalë komplet jashtë kontrollit.
Ndërkohë, faktorë tjerë të opozitës, janë, po themi shifrat e PD-s, por për shembull Lëvizja Bashkë kërkon zgjedhje të menjëhershme. Mendon se do të ishte e drejtë apo e gabuar vajtja menjëherë në zgjedhje? Sa po e thash që është për mendimin tim është larg të kenit një kërkesë logjike, pra me pas një zgjedhje menjëhershme, një administratë totalisht kontrolluar, ku persona të kriminalizuar kontrollojnë deri shërbimet sekrete apo akshin që është dhënat personale se cilit për qytetarëve shqiptar, mu më duket se s'po shkoj deri në nivelin më thanë që i shërbejnë Rams, sepse duhet me pas pak më shumë prova, po gjitha këto partitë e vogla kanë një mungesë logjike për sa i përket aksionit politik që ato dojnë të ushtrojnë ose presionit politik që dojnë të ushtrojnë ndaj qeverisë që ato thonë e kanë kundërshtarin kryesor, qoftë narrativa që ata kanë ndërtuar, pra kundër dy palëve duke i barazuar Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste, por edhe sot sillen sikur janë lokomotiva opozicës pa pranuar pra pushtetin të paktën e 500.000 votuesve shqiptar. Pra se nëse ata kanë respekt për votuesin shqiptar, fillimisht duhet të kenë respekt për matematikën e asaj që na dikton politika. Pra Partia Demokratike është partia kryesore opozitare dhe nëse e kena seriozisht pra dëshirën dhe nevojën që ky vend ka me pas zgjedhje të lira dhe një rotacion, atëherë ka një detyrim moral politik pra për te dëshirave personale të liderave të këtyre lëvizjeve, me u bashku me Partinë Demokratike dhe Zoti Berisha ka thirrë një takim, një tryezë me të gjitha partitë politike dhe me gjithë shoqërinë civile ditën e premte. Dhe shpresoj të bashkohen, po megjithatë edhe Lëvizja Bashkë dhe Shqipëria Bëhet pra kanë refuzuar takimin e mundshëm me opozitën kryesore në Shqipëri. Okej. Lidhur edhe me Partinë Demokratike. Ka patur shumë diskutime nëse duhet shkoj drejt një procesi reformator në pranverë, skadojnë edhe mandatet e pjesës kryesore të leadershipit. Duhet mbahet ky proces apo i mbetesh idejës që kjo shkëput vëmendjen nga çështjet tjera? Ja, proceset reformuese do të jenë, duhet të kujtojmë publikut shqiptar që Partia Demokratike është e vetmja parti politike që bën zgjedhje në Shqipëri, me gjitha ato imperfeksionet që ka, është e vetmja parti politike që bën zgjedhje, dhe në prill do të jenë, pra siç e thatë edhe ju, nëse nuk ka një gjendje të jashtëzakonshme që edhe mund të nollin për sa i përket zhvillimeve të fundit, por nëse ka me kenë një gjendje e mundshme, pra nëse nuk kena zgjedhje të parakoshme ose diçka të ngjashme, unë besoj që ka me pas dhe edhe nga Zoti Berisha, por edhe nga angazhimi me sa kam pa unë, ka një siç e thoni ju, pra një nevojë për edhe një konfirmim edhe vetë nga drejtuesit e Partisë Demokratike që do të ketë rigjenerim të Partisë Demokratike dhe kjo parti ka potencial të jashtëzakonshëm për bile shumë pas ka pas të marrë parasysh popullimin, të marrë parasysh presionin e jashtëzakonshëm që është ushtruar gjithë këto vite, e megjithatë Partia Demokratike tregon që gjithmonë ka fuqinë me rigjeneru elita, me rigjeneru diskursin pa çka narrativs pra dhe propagandës që i përhapet sikur ne kena me e njëjta parti si para 35 vitesh. Në fakt shpesh herë Partia Demokratike ka treguar që është një hap përpara edhe mentalitetit përgjithshëm, pra, sepse këto që ne kena thënë si parti politike flas shumë vite përpara, sot po arrin mu bë një perceptim i përgjithshëm publik. Dhe pyetja e fundit, arrestimi i Maduros ka sjell po themi shumë diskutime në vendet ballkanike. Si është një mesazh i përgjithshëm për gjithë aleatët dhe kundërshtarët e SBA-s, pra në termat e luftës kundër krimit, drogës dhe elementeve të tjerë, a ka një mesazh për Shqipërinë, pasi kjo është ajo që kanë thënë përfaqësues të opozitës në media, është realisht një lidhje apo është situatë e egzageruar ta krahasosh në këtë formë? Po, lidhja e parë që mundena me bë është ngjashmëria e dy shteteve, pra, një përfshimje të shtetit në trafikun e landëve narkotike, që e bën edhe Shqipëria, pra narkoshteti i notuar nga Edi Rama, dhe këtu është ngjashmëria. Amerika e Jugut nuk është Ballkani, por nga ana tjetër
ky arrestimi i Maduros po edhe sulmi që po i bëhet gjithë narkotrafikut në botë nga administrata Trump, mundet me dhënë shpresë për narkoshtetin në Shqipëri. Gjithashtu ka edhe një element tjetër, pra që brenda 3 muajve është kërkuar auditimi i gjithë lekëve që futet, pra i parave që futet në ekonomitë e shteteve ballkanike. Dhe këto dyja vinë njëna mas tjetrës, gjë që tregon që ka një lloj vëmendje për sa i përket pra daljes jashtë kontrollit të kësaj parajtësisë që ne e shohim çdo ditë edhe në ekonominë shqiptare, edhe në fuqinë blerëse të secilit për nesh, edhe në çmimet e shtëpiave dhe largimin e trive. Pra të gjitha këto provojnë akuzat e Partisë Demokratike që ne kena të bëjmë një narkoshtet dhe qasja e administratës së re është vetëm shpresë për sa i përket Shqipërisë, sepse është një organizatë e cila i ka kalu kufit e Shqipërisë. Dhe për sa ko i ka kalu kufit e Shqipërisë, me siguri ka kalu edhe linjën e kuqe për sa i përket asaj që cënon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E qartë. Tedi, shumë faleminderit. Kënaqësi të bisedoni. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Mirë, ishim me Tedi Koplikun në bisedë për zhvillimet politike dhe jo vetëm, edhe shkojmë në reklama, kthehemi pas pak në studio.